Për 6 orë me radhë, kryeministri Edi Rama ka zhvilluar në selinë e Partisë Socialiste takime me deputetët e 12 qarsheve për të folur për kandidatët me të cilët e Majta do të kërkojë fitoren në 61 bashkitë e vendit. Por edhe ky raund i dytë takimesh ka përfunduar pa një kandidat zyrtar për bashkinë më të rëndësishme, Tiranën. Çka është më e rëndësishme për ne është të identifikojmë profilin që qytetarët presin në këtë garë për Tiranën, që për ne më shumë se sa një garë elektorale, është një garë për të ardhmen, duke pasur parasysh që Tirana ka 4 vjet që nuk qeveriset, dhe duke pasur parasysh që në 21 qershor Tirana do të ndahet nga një kryetar bashkie që në historinë e kryeqytetit nuk do të mbahet mend për asgjë. Te ky 4 vjeçar s'ka asgjë, qoftë edhe gabim. Pra asgjë. Thjesht ju e dini atë shprehjen, ashtu hyni, ashtu doli, kastravec. Rama ka shfrytzuar komunikimin me median për të sqaruar se koalicioni Maj do zgjerohet e duke ftuar për bashkëpunim edhe FRD-n e Bamir Topit. Jo për të përputhur programet, por për të rritur spektrin e ideve dhe të alternativave për vendin. Gjatë takimeve të zhvilluara në Partinë Socialiste, duket se është mbyllur rikandidimi i Sotiraq Filos në Korçë, kandidimi i Keti Bashdarit në Shkodër, Rikastriot Gurës në Librazh, si dhe rikandidimi i Van Gjushdakos në Durrës. Gjushdako është një kandidaturë shumë e mundshme për Partisë Socialiste, natyrisht vendimarrja është mbas disa ditë. Situata duket e favorshme edhe për Armando Subashi në Fier, i cili nuk e fshet dëshirën për të kandiduar. Ka pas disa propozime, një nga ato kam qenë dhe unë, kështu që i ngelet strukturave drejtuese të partisë të vendosin për këtë çështje. Por takimet me deputetët për bashkisë si Vlora apo Elbasani janë mbyllur pa përzgjedhjen e një kandidature të vetme. Ky është një proces që s'ka përfunduar. Nuk kemi asnjë propozim. Kemi folur parim sot vetëm. Ashtu siç ishte paralajmëruar, pritet që këtë javë Partia Socialiste së bashku me aleatët e saj të përmbyll listën zyrtare të kandidatëve për zgjedhjet e 21 qershorit.